Gjatë këtyre ditëve janë intensifikuar kontrollet në teren në bashkëpunim me strukturat vendore për parandalimin e tregtimit dhe përdorimit të paligjshëm të fishekzjarëve dhe londëve piroteknike, ndërkaq forca shtesë policore janë angazhuar në zonat urbane, sheshe dhe ambiente ku pritet grumbullim qytetarësh. Bëjmë dije qytetarët që të jenë korrekt në zbatimin dhe në normat e sjelljes sipas kodit rrugor, po kështu i bëj thirrje prindërve dhe qytetarëve që kanë mjete përdorim që mos ja japin personave pa leje drejtimi dhe fëmijëve, pasi në kodin penal dhe në kodin rrugor kanë sankcione të posaçme për ndëshkimin e tyre. Masat të tjera kemi me shërbimet e territorit që përbëhet nga patrulla e përgjithshme, shqiponja dhe krimet volum. Me detyrë në mbulimin e territorit sipas zonave policore, për goditjen e paligjshmërisë, si dhe për kapjen e personave kërkim dhe personave për armbajtje pa leje. Një detyrë posaçme këto shërbime do të kenë dhe natën e ndrimit viteve, do të mbajnë kontroll të plot të gjitha ambientet e hapura dhe të mbylla ku do të organizohen ceremoni të darkës së ndrimit viteve. Po kështu, efektivet e shërbimeve të forcë të shqiponjave, të RNS dhe të forcat sigurisë kombëtare do të jenë gatshme për të përgjigjur në kohë situatave dhe do të përdoren nëse do të jetë e nevojshme. Një detyrë tjetër që po zbatohet me prekëmbëri është kontrolli i lëndëve piroteknike, ku në bashkëpunim me strukturat e shërbimit mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit dhe agjencitë e tjera ligjstatuse, po ushtrojmë kontrolle dhe siç e keni ndjekur dhe ju nëpërmjet televizioneve, kemi bërë disa sekuestrime dhe disa ndëshkime në lidhje me paligjshmërinë e përdorimit dhe të administrimit të lëndëve piroteknike fishekzjare. Do të vazhdoj puna me intensitet lartë dhe këtu duhet të jap një porosi për të gjithë ata që tregtojnë apo do të përdorin lëndët piroteknike, që të bëjnë kujdes, të administrojnë dhe të përdorin sipas rregullave vendosura. Të bëjnë kujdes, mos i lejojnë fëmijët që të përdorin ato, sepse ata janë vetë nuk janë në gjendje që të kujdesen dhe përdorimi në mënyrë paligjshme e tyre do të cënojë rënd jetën e qytetarëve. Në ditën e fundit të vitit, situata në pikën e kalimit kufitar Kakavi paraqitet e qetë dhe pa probleme, ndërkohë që në qytet vihet re një fluks i shtuar lëvizjesh. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit, në pikën dollkanore të Kakavijes janë përpunuar gjithsejt 9.149 shtetas në hyrje dhe dalje të saj.